platforma të vullnetarizmit dhe përmes nismave komunitare për qeverisjen e hapur. Këto janë ato të cilat ne i përfshijmë në programin tonë, këto janë ato të cilat do të vendosim qytetarin në qendër. Dhe gjatë qeverisjes tonë, ne do të qeverisim për qytetarin, nuk do të kemi një qeverisje që qytetari qeverisë për kryetarin, do të jetë qeverisje gjithëpërfshirëse, do të jetë qeverisje transparente, dhe do të jetë një qeverisje që do të japim llogari për secilin shpenzim dhe për secilat detaje që qytetari kërkon. Faleminderit shumë zoti Qeriçi, do të kalojmë me zotin Bytyçi. Në krahun tim të majt për 3 minutë e ti zoti Bytyçi, kjo është koha juaj. Faleminderit kushtrim. Plani jon për qeverisje për Lipjanin 4 vjeçar ndahet në 4 shtylla kryesore dhe programin special për gratë. Ne kemi marrë kulturën dhe arsimin, shëndetësinë, infrastrukturën, bujqësitë dhe, siç e thash më lart, programin special për gratë. Tek arsimi kemi para pa një plan profesional për arsimin në komunën e Lipjanit që si objektiva strategjike mund të themi se janë 2 shkolla me mësim tërditor, ajo Vëllezër Flashti dhe Ismail Luma, shkolla me vetëm një ndrim, klasë me maksimum 24 nxënës, praktika me pagesë për studentë dhe të profileve të ndryshme, transport falas për nxënësit që udhtojnë mbi 3 kilometra, nga se lejohet edhe me ligj, që në disa fshatra ku ato mungojnë ose shtime të qerdheve të reja, anekseve të reja, sepse kemi bukur shumë mungesë në këto, krijimin e infrastrukturës sportive bashkëore, mbështetje për studentë dhe nxënësit e dalluar përmes subvencioneve, bursa për nxënësit më të mirë të klasës dhe të shkollës, pastaj pajisja e mësimdhënësve me laptop, pajisja e shkollave dhe klasëve me tabela smart, me televizore, psikolog dhe logoped në shkolla, për shembull në shkolla ku janë më shumë se sa 700 nxënës, atëherë një psikolog ka qenë për një shkollë dhe ai është dashur që të jetë vazhdimisht në 2-3 shkolla. Krijimin e klubeve të reja të boksit, judës, forcimin e këtyre ose subvencionimin e klubeve aktuale, pasi që Lipjani është quhet edhe për klubet që janë në Super League, krijimin e fondeve për talente të reja shkencore dhe sportive, ndërtimin e shkollave të reja në zona ku rritja e popullsisë në një farë forme është më e madhe, do të ndërtimin e kabineteve dhe laboratoreve për biologji, kimik, fizik, matematik dhe IT. Në programin e shëndetësisë kemi parapatur që çdo qytetar me mjek të përgjithshëm familjar pranë vendbanimeve, modernizim të QKMF-ve me pajisje bazike diagnostifike, ristrukturim të AMF-ve në shërbime bazike shëndetësore, shërbim me emergjent 24 orë në lokalitetet e mëdha ato ku mungojnë, sepse Lipjani ka disa fshatra që janë bukur shumë të populluara. Ajo që është më rëndësishme tek shëndetësia është qendra satelit për pacientët me hemodializë, në rast të tillë kemi në Prishtinë, siç është Kodra e Trima, ku shërbimet me hemodializë kryen, shtimin e kapaciteteve të automjeteve, për shkak se kemi një numër të madh trajtimin e veçantë të fëmijëve të cilët janë me sindromin Down dhe autizëm, nga se kjo ka munguar përkrahja e komunës, ndërtimin e objekteve të reja në përfshatra, transport shëndetësor për raste emergjente, sigurim 100% e listës esenciale për bana ka qytetarë të cilët shkojnë edhe sot e kësaj dite, nga ato që janë të komuna shkojnë në i blejnë vetë një pjesë të tyre. Në infrastrukturë kemi parapat që të bëjmë rregullimin e të gjitha rrugëve dhe rrugicave në fshatra, pastaj ajo që është thuajse projekti kryesor rreth qytetit të Lipjanit, jo të koncentrohen të gjitha automjetet në Lipjan, siç ka bërë kryetari aktual me gjitha ato makina me nën parkingje, është vendosja stacionit policor bashkë në koordinim me ministrinë që do ta ketë një vend të veçantë. Faleminderit shumë zoti Bytyçi. Në bujqësi do t'i subvencionojnë fermerët të cilët janë prodhues të çumshtit, fjola bie nga 4 cent sa i ka subvencionuar. Faleminderit shumë, më pastaj do t'i kthehemi aty në çështje që mos t'ia bëjmë pa drejt të tjerëve. Zoti Budakova, 3 minutë juaj. Faleminderit, përshëndetje qytetarëve të Lipjanit. Platforma programore e qeverisjes lokale për 4 vite të ardhshme gjithmonë duke bazuar në kërkesat, nevojat, problemet, hallat e qytetarëve, të cilët kemi biseduar me ta lagje me lagje, fshat me fshat, duke i marrë edhe instruksionet e tyre. Kemi punuar me një grup ekspertëve të fushave të caktuara, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre që të përpilojmë një program, gjithmonë duke bazuar në mundësinë buxhetore të cilat i kemi si vetë qeverisje lokale, dhe kemi arrit programin të cilët do ta shpërlosëm këtyre ditëve. E dim se qeverisja lokale është porta parë ku qytetari prek pushtetin edhe demokracinë e tij. Këtë demokraci do ta shndrojmë në demokraci e cila është në të mirën e të gjithëve, pavarësisht bindjeve politike të cilat mund t'i kenë ata. Ne jemi të përkushtuar që të punojmë në Lipjan
i cili është në të mirën e të gjithë.